Të falenderoj për ftesën që më keni bërë, që unë të shpreh mendimin tim për këto probleme dhe të bëj edhe i thirrje fermerëve që mos përdorin më gjëra pesticide të ndaluara, se në fund të fundit bara dhe bie mbi ata fermerë. Se në qoftë se ne do arrim të na vendosi Europa një blokad për eksportin e manderinës, atëherë ne duhet i presim. Unë do të nis pak me historinë si zhvilluar mandarina në Konispol, që të dalë në dy drejtime që duhet t'i përmend. Mandarina në Konispol filloi nga vitet 2000 të mbyllet, duke punuar afër zonës së Gumenicës, që është e mbjell totalisht me agrume. Ata morën një eksperiencë, filluan të ktheheshin, të mbyllin ato tokat që kishin përfituar nga 7500 njëshi dhe duke i shtuar prodhimin. Sot që po flasim, për këtë vit ne parashikojmë në zonë të ketë 50.000 ton mandarin. Po duke pasur 50.000 ton mandarin, ne krijuam një treg. E krijuam avash avash. Unë në fillim u futa si fermer, dhe tani jam futur edhe si grumbullus. Edhe eksportues. Eksportues. Unë vetëm eksportoj në Europë. Dhe kam qenë i pari që kam eksportuar në Europë mandarin. Pastaj kanë ardhur tjerët, kanë ardhur edhe para Dhimokotës? Po, Dhimokotja ka mësuar nga mua. Që ta dëgjoj zëvendësministri. Po, ta dëgjoj për tregtin. Ndërsa për investimet atje, drejtimin që i ka dhënë zonës, është një merit e Dhimokotës që duhet njëjtur. Dhe atyre fermerëve që kanë derdhur djersën gjakun aty. Duke prodhuar 50.000 ton, atëherë ne jemi një konkurrent i madh dhe po bëhemi një konkurrent i madh i Grekut. Ai është afër kufirit dhe ne po i marrim tregtar. Ato dy ngarkesa që janë kapur në Kroaci, ai tregtar i merrte në Greqi. Janë 4 në Kroaci. 4 në Kroaci, ai i merrte në Greqi. Më parafonizoi nga Greqia. Vitet e fundit, 3 vitet e fundit ka ardhur dhe merr mandarin tek neve. Pra rastin flasin për eksportuesin e Beratit, nga Berati. Po, eksportuesi i cili është arrestuar para afro një muaj. Eksportuesi Beratit e ka çuar mandarinë në Kroaci. Po është lufta për konkurrencë. A kanë qenë me gjithmonë ato, unë bëj një pyetje, të efektuara? Apo mos është një luftë konkurrence me Grekun? Se mendoni se mund ta kenë kroatët me ne për të favorizuar Grekun? E bën vetë Greku. Janë 4 raste në Kroaci. Janë linja që ne duhet të na godasin. Ne Greku nuk na lejon të eksportojmë nga Greqia, të jemi tranzit. Tranzit vetëm për mandarinën. Edhe Dhimokotja nuk e ka çuar dot një makinë. Edhe mua më janë kthyer 4 makina. Nga Greqia, nga Kakavia.